Pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Liling, këtë herë për të ndaluar pak tek Dolce, rikthimi i Dolces nga Italia dhe çfarë ka bërë Dolce për një javë brenda shtëpisë së Big Brother. Ditën sot e ka nisur me shumë energji, e ka nisur me shumë pozitivitet, e ka nisur me shumë lumturi, do me thënë fytyra e saj gjithmonë është më ngjyllore. Është një ndër vajzat më të bukura të kësaj shtëpie që po i fal vërtet një hijeshi kësaj shtëpie dhe po i dhuron atë në fakt atë emocionin që ndoshta po i mungon kur nuk është Dolce, por Dolce nuk është se ka qenë aktive dhe nuk është se bën lojë siç bënte në Itali. Do me thënë, marrëdhënia e saj me Edin dhe loja e Dolces janë këto dy pikat që e mbajnë publikun të tanguar për ekrani. Tani unë nuk e besoj që Dolce këtë e ka si strategji të saj, por që Dolce nuk është e bindur në ndjenjat e saj për dashurinë, kjo gjë pak më duket e dukshme. Ajo është shumë e qetë, është shumë e ëmbël në shpirt, do me thënë i qëndron Edit pranë, por përpos kësaj afërsie nuk ka një diçka më shumë në këtë mes. Do me thënë nuk ka një diçka për vetëm se ndajnë kohën bashkë, rinë bashkë etj etj. Do me thënë nuk janë si këto çiftet që ne i kemi parë gjithmonë. Tani Dolce ka qëndruar shumë e qetë. Nuk është fare në tema, nuk është fare në diskutime, nuk është fare në zënka, do me thënë ka përzgjedhur një lojë të saj me qetësinë, gjë të cilën po më befason nuk e kishte në Grande Fratello. Në Grande Fratello Dolce ishte jashtëzakonisht e fuqishme, krijonte tematika, e rriti shikueshmërinë, ndërsa këtu më duket pak më e butë. Ndoshta ajo mund ta quan në vete që mund të ketë bërë një zgjedhje të gabuar dhe nuk i pëlqen Edi si zgjedhje, edhe pse unë mendoj që Edi është një ndër çunat më të mirë aty brenda, sepse Edi atë që e thot ndoshta mund të duket pak e pakapshme për publikun, mënyra se si Edi shprehet, por atë që e thot e ka të sinqertë dhe ne sinqeritetin dhe vërtetësinë e Edit e kemi njohur që vitin e kaluar, do me thënë Edi është i sinqertë që nga A-ja deri tek Z-ja. Ose Dolce nuk dëshiron që të krijon diçka brenda asaj shtëpie, për t'i dhënë mundësinë Edit që ta krijojnë jashtë të gjithë atë ndjesinë që Dolce do ta krijon me Edin. Do me thënë, është një vajzë që është shumë e vështirë për ta lexuar, është një karakter që është shumë i vështirë për ta lexuar Dolce. Dolce vetëm nga sytë e saj, do me thënë, ndoshta edhe ta jep atë mendimin gënjeshtër se çfarë ajo mendon dhe çfarë ajo dëshiron që të tregon për publikun, por që nuk ka një lloj marrëdhënie të zjarrt mes Dolces edhe mes Edit, unë këtë gjë e ndjej. Do me thënë nuk janë si marrëdhëniet që janë krijuar vitet e kaluara, që do të bëheshin romanca dashurie, që do të bëheshin surpriza dashurie etj etj. Do me thënë nuk ndjej një diçka të tillë tek Edi dhe tek Dolce. Po e shoh që lojën po e bëjnë gati pothuajse të dy njësoj, edhe Edi është shumë i qetë, ka momente do me thënë plasje, ka momente reflektimi, por të paktën është pak më i kyçur në bisedë, është pak më i kyçur në lojë dhe do të thënë është pak më afër banorëve. Ndërsa Dolçen e shoh shumë larg dhe e shoh nën hijen e Edit, do të thënë qëndron non-stop nën hijen e Edit. Ose nuk e ndjen veten që mund të lufton brenda asaj shtëpie, për shembull siç bën Shkurta, Fjolla etj etj që sapo ka hyrë po merr vëmendje, ose thjesht do të thënë i pëlqen që të rinë nën hije dhe thot derisa do shkoj, le të shkoj, unë do të jem në hije. Në momentin që unë do të e shoh veten të rrezikuar, unë do të ngjitem dhe do të bëj namin. Dua të marr mendimin tuaj se si ju e shikoni Dolcen brenda kësaj shtëpie. Në fakt rikthimin e saj që nga Italia në Big Brother VIP Kosova.